Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim për të përcjell denoncimet, historitë që vinë në redaksin ton, qytetarë të ndryshëm nga zona të ndryshme të Shqipërisë, probleme, njerëz të humbur që kërkojnë të bëjnë mediatike me shpresën për të marrë një përgjigje. Në fakt ditën e sotme do të sjellim disa histori, do të sjellim historinë e 27 vjeçare nga Tirana, nëna e 4 fëmijëve, cila është dukur dhe ka humbur kontaktet me familjen e saj përpara 3 viteve dhe bëhet fjalë për Angela Nazifllari. Regjia do më ndihmoj me pasaportën e Angela Nazifllarit, 27 vjeçaria nga Tirana, nëna e 4 fëmijëve, e cila u largua pas divorcit, duke lënë 3 fëmijët më të rritur tek gjyshja e saj, zonja Drita, më të voglin e mori me vete dhe humbi çdo lloj kontakti janarin e vitit 2023. 3 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Angela Nazifllarit. Gjyshja e saj Drita Fetaj ka qenë vetëm përpara disa ditëve këtu në program, në transmetim live, ku ka treguar historinë e dhimbshme të mbesës së saj, ku nëna i vdiq gjatë lindjes dhe ajo rriti me shumë sakrifica dhe kjo gjyshe u bën nën për të, por fatkeqësisht humbi kontaktet. Pas pak me mua do të jetë në studio Drita Nazifllari, pasi në ditën e sotme do të përcjellim lajme për këtë 27 vjeçare, por dua ta startoj programin me një rast urgjent. Bëhet fjalë për një të moshuar nga Lezhë me emrin Pashke Prenga, që regjia do më ndihmoj me foton e 78 vjeçares nga Lezhë, e cila fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e saj në datën 4 janar, vetëm përpara 9 ditëve. E moshuara ka dalë nga shtëpia për të shitur në qytetin e Lezhës bimë medicinale dhe nuk është kthyer më në banesë. Familjarët e alarmuar kanë njoftuar policinë, kanë bërë denoncimin, kanë nisur menjëherë kërkimet për nënën e tyre dhe konkretisht djali i saj Zef Prenga ka bërë kërkime së bashku me familjarë të tjerë, por fatkeqësisht në këto 9 ditë nuk është gjetur asnjë gjurmë e kësaj të moshuare. Ne sot e prezantojmë këtë histori me shpresën për të marrë ndonjë lajm dhe informacion dhe urojmë që mos kenë ndodhur asgjë e keqe me fatin e kësaj 78 vjeçare dhe të mendosh në këto ditë dhe net të ftohta dimri. Do të jetë i biri Zef Prenga, i cili ditën e sotme do të kërkojë ndihmë të gjithë qytetarëve që janë duke na ndjekur, që kushdo që mund ta ketë parë nënën e tij, që mund t'i ketë ofruar ndihmë, mund ta telefonojë. Por fillimisht dua të prezantoj një kronik për Pashke Prengën dhe rikthehemi në studio. Familja e Pashke Prengës, 78 vjeçares, jeton në ankth që prej datës 4 janar, dita kur ajo nuk u kthye më në shtëpi pas rutinës së saj të zakonshme. Pashke Prenga, nënë e 5 fëmijëve e cila kishte humbur bashkëshortin vite më parë, jetonte me një prej djemve të saj në qytetin e Lezhës. Çdo ditë rreth orës 9 të mëngjesit, ajo dilte nga banesa për të vizituar qendrën e qytetit, ku shiste bimë medicinale. Nuk mbante telefon me vete dhe nuk e kishte zakon të largohej për orë të gjata, prandaj mungesa e saj u bë menjëherë shqetësuese për të birin, Zef Prengën. Pamjet e fundit nga kamerat e sigurisë e kapën 78 vjeçarin në lagjen Shehër, pranë kalas së Lezhës, e veshur me rroba të zeza dhe me një shami të zezë në kokë. Pas këtij momenti, ajo nuk është parë më. Familjarët kërkojnë ndihmën e kujdo që mund të ketë informacion mbi vendodhjen e saj. Çdo detaj sado i vogël mund të jetë vendimtar në gjetjen e të moshuarës. Kështu ka humbur kontaktet kjo e moshuar me familjarët dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Pashke Prenga, 78 vjeçaria nga Lezhë, e cila ka dalë nga shtëpia, e theksoi, në 4 janar, nuk është kthyer më pranë banesës së saj. Familjarët janë vendosur në merak dhe nuk janë pak, janë 9 ditë që ajo rezulton e humbur. Kështu që në fillim të programit ju bëj thirrje të gjithëve ju që jeni duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe sidomos qytetit të Lezhës, aty ku ka jetuar Pashke Prenga, kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, është i lutur që ditën e sotme të lidhet live me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe në këtë momente dua të përshëndes djalin e të humbrës, zotin Zef Prenga, i cili është në një lidhje direkte nga Lesha. Zef, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, faleminderit. Mua sinqerisht më vjen shumë keq që keni 9 ditë po kërkoni dhe nuk keni gjetur asnjë gjurmë për nënën tuaj. Në momentet më të vështira të jetës tonë, kena kalu dhe sprova tjera, po si kjo që nga ma vështira.
Dhe të besoj për këtë pjesë, sinqerisht dhe uroj që ditën e sotme të gjithë ata që janë duke na ndjekur të na ndihmojnë me informacione dhe me lajme kushdo që mund ta ketë parë nënën tuaj, por dua të pyes, si keni humbur ju kontaktet me nënën? Ajo ka vazhdu rutinën si çdo ditë. Dilte rreth orës 9 mëngjesit, zbrit deri në qytet, shiste bimë medicinale, Shërbel. Po. Dhe shëtiste atë rrugën e përditshme nëpër qytet dhe u kthente të shtëpia. Ne kishim një orar, pavarësisht mund na lëvizte me 1 orë maksimumi, që ajo vinte në shtëpi. Pra ishte një rutinë le të themi e nënës tuaj që dilte çdo mëngjes në qytet, shiste ato bimë dhe rikthehesh në drek në familje. Po. Në momentin që nuk ka ardhur në këtij orari, ne jemi vënë lëvizje, mas pari vllai që ka shlu të shtëpia, e ma vënë edhe unë, por kemi lëviz në pjesën e lagjes tonë me mend që është nisë me ardhe, s'ka mujt me ardhë. Kemi bë kontrole nga rruga që ka bën çdo ditë. E qartë, keni shkuar në vendet ku nëna juaj shkonte për të bërë kontrole, por s'keni gjetur asgjë. Asgjë. Kemi vënë dieni policinë, se ishte herët për denoncim, po për dieni që mos e kontaktonte patrulla policisë. Po. Dhe njerëzit tanë gjithsesi me telefona i kemi lajmëruar të gjithë në Lezhë po atë natë. Se mos ka marrë drejtim me shku të ndaj njeri joni. Nëna juaj, i dashur Zef, më falë që ndërpres, duat edhe të pyes për të marrë sa më shumë informacione. Nëna juaj jetonte me ju apo me vllajin tjetër? Me mua, se vllai jeton jashtë, po ka shlu në Shqipëri. E qartë, e kuptova. Në momentin që nëna ka jetuar me ju, flas për kohët e fundit, 10 orë, 9 orë të vitit kaluar, kishte shfaqur ndonjë problem për shkak të moshës, mund të ishte prekur nga skleroza, është një problem shumë madhor për moshën e tretë dhe pjesa më e madhe e personave si nëna juaj në këtë moshë humbasin për shkak të sklerozës. Dua të pyes, kishte nëna juaj probleme me sklerozën? Faktikisht, ndoshta edhe ka pa fillu më pas, po kur gjana din gradualisht nuk kanë që të bien edhe shumë sy, për këtë pjesë kam pas edhe shumë herë jam mundu ta pengoj mos me dal qytet vetëm. I kam thënë tani nuk ke më mundësi me shku pa një shoqërus. Por po përgjigjte me fjalë se unë po mbyll brenda, po më pengut, do më marrëj krejt. E qartë, puna të mbani jetë, thuhet në fakt, dhe mosha e tretë që e ka të nevojshme të lëvizit jetë më shumë aktiv. Se jam e sigur që ato para që nxirrte nëna, për ju nuk ishin asgjë, por ajo e dëshironte atë gjë të ishte aktive. Unë shumë ka qenë penges, ju në detyru, ja që doli. Nuk ka çështja se anaj fitimi malë, po ajo ishte mësu me punë. Nuk ju rrinte. Atë mëngjes që ka dalë nga shtëpia, ka shprehur diçka, të ka thënë diçka, ju apo ndonjë personi tjetër në familje? Asgjë, ka dalë si ditë tjera. Do të ketë ngatru rrugë, ndoshta për shkak të punimeve nëpër qytet. Sepse ka pas një lëvizje rutinë të saktë, se unë kam ndjek gjithë disa herë nga mrapa pa e ditë si jam të ndjek, me pa se çfarë rrugë si hec, si kalon rrugë. E kam shoqëruar disa herë, vetëm me vërtetu se çfarë rrugë ndjek dhe si kalon rrugë.
I dashur Zef, në momentin që le të themi ju ngritët alarmin dhe nëna nuk ishte ardhur në shtëpi, njoftove policin, sepse brenda 24 orëve, 24 orët e para nuk merret denoncimi nga policia, duhet të kalojë 24 orë në momentin që një person humbet dhe më pas të bëhet denoncimi në polici, por ju e vut në djeni policin. Pyetët qytetar të ndryshëm, e kishte parë dikush në nënën tuaj atë paradite të datës 4 janar? Pyetëm. Dhe normalisht më i pari kishte pa vllai rreth orës 11, pra të dielën, rreth orës 11:30 e kam pa vetë tha në qytet. Masa ne aty ku blente për ditë byrek ose ndaj picë. Po. Edhe ajo zonja na tha se ka ardhe ka ble byrek si për ditë. Dikush na vunin ndjeni për rrugën që ka marrë prap. Na animun me kamera disa shok edhe hapem kamerat. E sigurisë, po? Kamerat të ambjendeve private. Dhe na shun deri në qendër afër katedrales, na shun kamerat që ka kalu. Masa ne na humi. Dhe ju na keni vënë dispozicion edhe foto nga këto kamera sigurie që keni arritur t'i gjeni nëpërmjet miqve dhe biznesve private që i kanë hapur kamrat. Regjia të më ndihmoj me atë foto, le të themi gjurmët e fundit të Pashke Prengës, një foto e shkëputur nga disa kamera sigurie, dhe konkretisht në çfarë vendi të Lezhës Zef është kapur ky moment? Ajo foto është të rreth rrotullimi te katedralja e Lezhës. Nëna juaj shkonte aty shiste bim? Për ditë e bënte atë rrugë. Dhe le të themi, rruga që ajo po ndjek, drejtimi ku të çon? Drejtimi të çon nëpër lagja aty, një lokal Millennium, vazhdon, ajo ka pas rrugën nga krahu i katedrales për me dalë rrugë kryesore, mu kthy te obelisku në qendër dhe mu kthy prapë në shtëpi. Mirë, nuk e ka marrë atë rrugë më. Por rreth çfarë ore ka kaluar në këtë rrugë nëna juaj, keni mundur dot nga kamerat e sigurisë ta identifikoni dhe orarin? Në orën 12:10 të drekës. 12:10 të drekës, që do të thotë, në orën 11:30, ajo është parë në qytet nga djali i saj, ka deklaruar edhe shitja e dyqanit që ka ardhur pak a shumë rreth asaj ore për të bler një ushqim për të konsumuar, dhe më pas, le të themi gjurmët e fundit të nënës tuaj Pashke Prenga janë në orën 12:10 të datës 4 janar, konkretisht në këtë rrugë ku ju keni mundur dot të hapni kamerat e sigurisë të këtij biznesi privat dhe janë gjurmët e saj të fundit. Nëna juaj, jemi duke e parë foton tjetër, regjia, ju lutem, fotoja ku ajo, le të themi, janë gjurmët e fundit të saj, kjo është fotoja, këtu e mbajmë foton, dhe nëna juaj ka një ombrell në dorë, një qese, le të themi, me bimët që ka dilte çdo ditë në qytet dhe i shiste. Edhe i çadër. Po, një çadër, një qese me bimët, e veshur e gjitha me të zeza, i jap këto detaje për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Zonja Pashke Prenga duket është e moshuar me flokët e saj të bardha, ku mban një shami të zezë, e veshur e gjitha me të zeza. Duket nga kjo foto që ecën ngadalë për shkak edhe të moshës, pak e krusur. Kushdo që mund ta ketë parë Pashke Prengën, të 78 vjeçare nga Lezhë, ju bëj thirrje dashur miq, të na ndihmoni me informacione. Bëhet fjalë për një të moshuar që ndoshta nuk di të kthehet në shtëpi, ka ngatëruar rrugën, mund t'i ketë hipur në një furgoni nga Lezhë dhe ka shkuar në një qytet tjetër, apo ndoshta në fshatrat, në zonat përreth, nuk di të kthehet, dikush mund ta ketë parë, dikush mund t'i ketë ofruar ndihmë, është i lutur që të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku vazhdimisht jap kontaktet tona, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, jemi në këtë transmetim live dhe kërkojmë ndihmën tuaj për të na ndihmuar ta gjejmë këtë të moshuar, ta rikthejmë sa më shpejt në shtëpi, duke menduar mosha e madhe në situatë rruge, në këto net të ftohta dimri, është
e rëndësishme të mësohet e vërteta se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. I dashur Zef, do qëndrosh me mua edhe pak minuta të tjera, duaj që të jem sot në transmetim, t'ja kushtoj këtë emision nësë shumë t'i pashke prengës, gjithë me shpresën që të marim informacione dhe lajme, duke ditur që është dhe një rast urgjent. Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim live dhe dashur miq, ku po vazhdojmë ditën e sot me historinë e një të moshuar nga Lezhë, me emrin Pashke Prenga, e cila fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e saj mëngjesin e 4 janarit, përpara 9 ditëve. Kjo e moshuar me emrin Pashke Prenga ka dalë nga banesa për të shkuar në qendrën e qytetit, aty ku shkonte çdo ditë për të shitur bimë medicinale, por nuk është kthyer më në banesë. Në lidhje direkte me mua është i biri Zef Prenga, i cili po tregon detaje si humbi kontaktet me nënën e tij dhe sot kërkon ndihmë nga ekrani Report TV, që çdo qytetar që mund ta ketë parë mund të na ndihmojë për gjetjen e Pashke Prengës. I dashur Zef, të kam në lidhje, po të pyesja në fakt për informacione që ju keni arritur të zbuloni për nënën tuaj, por gjatë kohës që ishim në reklama, mbriti telefonata e parë e një qytetari, le të themi anonim. Ai ka telefonuar në numrin fiks dhe ka dhënë një informacion që ndoshta unë nuk dua ta bëj publike, sepse nuk jam e sigurt, një njeri që nuk prezantohet, nuk jep një emër, një mbiemër, thot vetëm një informacion dhe mbyll telefonin, ndoshta edhe unë duhet ta mendoj mirë, ta jap këtë lajm apo jo. Por të pyeta pak më parë, pa e ditur informacionin, a kishte shprehur nëna diçka atë mëngjes apo një ditë përpara, a mund ke ndodhur diçka në familjen tuaj atë mbrëmje? Asgjë, unë kam dalë mjes, faktikisht jam nisë se kam nisë digën për rinës. Asgjë e ka dalë si ditë të tjera, por nuk ka kthy, ka marrë rrugën për shehër. Ne jemi ngatru me kamrat në Lezhë, edhe favorin tonë ka qenë edhe shiu i rrëmbishëm dhe përmytjet qytetin e Lezhës. Fatkeqësisht, ato ditë kanë qenë jo fort të mira për... Mas që kina hedhë disa media rrjete sociale, në është lajmëru një njëri i njohur të në shehër, dhe sa po kina marrë lajmin mes natë të martën, kemi dalë këto e kemi kontaktuat person, që e falem. Dhe aty kemi vazhdu kërkime këto rreth këtij fshati. Edhe njëherë emrin e fshatit të lutem Zef, ku dyshuas ishte parë nëna juaj? Shehër. A keni shkuar ju në këtë fshat, keni folur me banorët, ka pohuar dikush për ju që po këtë të moshuar e kemi parë? Ai vetë, ai person që na ka orientuar i pari, dhe masa ne kena vazhdu kërkimet, na kanë thënë edhe disa banorë tjerë që e kena pa, e kena orientu për poshtë me zbrit Lezhë. Këta banorë të cilët kanë pohuar, se që nga një informacion goxha i rëndësishëm, që nëna juaj është parë në një fshat ngjitur me Lezhën, dhe ne e tham pak më parë dhe të dy që ndoshta ajo mund t'ishte prekur nga skleroza dhe atë ditë nuk ka ditur të kthehet në banesë fatkeqësisht dhe mund këtë vazhduar një rrugë dhe e ka nxjerrë jashtë qytetit dhe ka çuar në këtë fshat të Lezhës dhe banorët e kanë ndihmuar. Ju i treguat foto, pra ata e pan foton e nënës tuaj, e pohuan që po kjo ishte ajo zonjë që ne pam? Një 2 gradë fshati këtu. Sa po u thamë se po kërkojmë një plak, pa ju dhana si të dhanë, fillon e na tregun vetë se u kishte tregu gjithçka. Dhe çfarë ju kishte treguar nëna? Ju kishte thënë që unë rri në lagjën Nën Tereza, Kodër Marleka e quajnë njerëzit këto, po Nën Tereza quhet zyrtarisht. Nga kam përjardhjen nga Gojani. Kam gatru rrugë, e kanë orientu për poshtë, po ato kanë qenë duke kullotur baktit dhe në Monilinin. Janë mundu me orientu për poshtë, se nuk është largë, po kash rrugë sa band ajo nga qyteti në shtëpi, kash rrugë bëhet edhe me ardhë tonë këtë fshat.
Dhe to e kena vërtetu me kamera, se ne na kanë dhënë shumë informacione se njerëzit ngatrohen për shkak të që mbajnë qamijet zeza gratë mjeditore. Edhe mu më gjasojnë, sikur e pava nanën kur shoh dikën pak larg, deri që ta afrohem afër. Se kanë gati një pamje. E qartë, është e kuptueshme. Na ndodh dhe ne shpeshherë me këto ngatërresa, po? Nuk ka çështja se dikush qëllimisht mundohet me të ngatru, po mundohet me të ndihmu, por ne nuk kena besu ma vetëm çka kena pa, e kena vërtetu me kamera. Por gjithsesi, ato gra që ju takuat, i dashur Zef, ato gra që ju takuat, ato ju kanë treguar dhe ju kanë dhënë të dhënat e nënës që përkojnë me të moshuarën. Ajo ka bërë bisedë me ato gra dhe i ka treguar se ku jeton, nga e ka vendlindjen, pra të dhënat të sakta që janë të nënës tuaj. Dhe kjo është një informacion që të bën ta besosh, që është i vërtet, që nëna juaj mund të ketë qenë në atë fshat. Është i vërtet se ne nuk u tha mas i fjalë tjetër, as nga jemi, as kush jemi, vetëm jemi të kërku një plak, dhe as deshten, dhe vazhdojnë vetë folën ato. E kuptoj. Dhe na thanë që atëherë unë isha tepër i bindur, pa kamrat, se aty është e vërtet, se ajo vetë u ka tregu. Edhe ka qenë e vetëdijshme deri aty, ka qenë e vetëdijshme ajo. Zoti Zef, bëhet fjalë për datën 4 janar, që ajo është parë në atë fshat rreth çfarë ore? Prap me 4 janar, po mas ditën, rreth orës 4. Rreth orës 4 të pasdites të 4 janari, që do të thot nga ora 12:10 ajo ka qenë në Lezhë dhe më pas ka marrë rrugën drejt këtij fshati që mund ta ketë ngatëruar padyshim dhe deri rreth orës 16, le të themi të datës 4 janar, ajo është parë në këtë fshat. Ka qëndruar për disa minuta dhe më pas ato zonja e kanë orientuar që të zbriste në qytet. Po, këta kena të vërtetuar edhe me kamera. E qartë, ju keni hapur kamerat e sigurisë dhe keni parë nënën tuaj? Dhe kena pa vetë, është vërtetuar edhe me kamera. Dikush na ka thënë që kena pa edhe të hanën, këta nuk e kena të vërtetuar me kamera. Që i bie data 5 janar, një ditë më pas. Po. Po? Dhe këto na e kena kontrollu këtë mal me njerëzit tonë, me kushajt, me komshit, me njerëz që na janë afro që i falenderoj shumë këtë ditë vështirë që na janë afro ne, dhe me policinë që na ka ardhur me dron. I dashur Zef, ju keni njoftuar dhe familjarë të tjerë, se ndoshta mund të shkuar ndonjë kushëriri sa i largët, por askush nuk ka informacion. Të gjithë i kam informu në kohë reale dhe e njohin sa është një person që njihet që ka rrasë çdo ditë në qytet. Unë pas kamrave, po i dashur Zef, unë dua të them që pas kamrave, informacioni që kam bërritur dhe kanë folur gazetaret e mia dhe ndërkohë janë duke më shkruajtur për një informacion që s'dua ta bëj publike. Nuk jam e sigurt, por padyshim që gjatë kohës së reklamave do t'ja komunikoj vetëm juve personalisht të informacion, por më lejo të bëj një thirrje në këto momente për të gjithë teleshikuesit, pasi po ndiqemi në zonën e Lezhës, qytetar nga Lezhë ishte personi që na telefonoi dhe na dha këtë informacion, kushdo që ka lajme për këtë 78 vjeçare nga Lezhë, me emrin Pashke Prenga, ju bëj thirrje dashur miq, na ndihmoni, pasi kjo e moshuar është larguar nga shtëpia mëngjesin e 4 janarit, ka kaluar 9 ditë dhe ende nuk dihet se çfarë mund të ndodhur me fatin e saj. Nëse e keni parë, nëse dini diçka, qoftë anonim, mund të lidheni me 2 numrat që keni poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. I dashur Zef, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe dua dhe unë që ditën e sotme të dëgjoj një mesazh, edhe ju keni një mesazh për të përcjell për nënën e humbur. Unë ju kërkoj, ju lutem gjithë kush e ka pa, kush din në gjë për ta, apo kush mund ta ketë marrë edhe ndihmu me makinë, se po dyshoj shumë nga që nuk gjendet në zonë, që dikush mund t'i ketë dhënë një me makinë.
e ka lëviz poshtë, por ndoshta s'do mu përzi, do mu abete, E qartë. let na informoje se vetëm na animon, se askush s'ka pas përgjegjësi për ta faktikisht këtu, që ka ndaj përgjegjësi apo ndaj detyrim, veç thjesht moral, shoqëror, njerëzor, se detyrim tjetër s'ka paskush për ata. E qartë. Nuk ka pse të nehet në siklet, se jo nuk e nimova deri në fund, apo nuk dita me nimu, apo për ne çdo hap është nim me na tregu çdo hap që ka bën. Dhe uroj dhe shpresoj që të marrim lajme për nënën tuaj, ne do mbetemi bashkë në kontakt, i dashur Zef, dhe uroj me zemër që ta gjesh sa më shpejt nënën tënde, të përshëndes nga Tirana. Faleminderit për jush. Faleminderit, Zef. Në fakt, ishim historinë e Pashke Prengës, kjo e moshuar, vazhdoj dhe unë të bëj thirrje kushdo që ka informacion, mos të hezitoj, qoftë anonim, të na japi një sinjal, një shenjë, le të themi jete për Pashke Prengën. Mirë, do të bëjmë shkëputjen e radhës për të kaluar në reklama, pasi pas pak do të vazhdojmë historinë e një 27 vjeçare me emrin Angela Nazifllari, e cila rezulton e humbur për familjen e saj përpara 3 viteve dhe kanë mbritur shumë informacione. Ka plagë që nuk mbyllen me kohën, por thellon çdo ditë nga mungesa e përgjigjeve. Për familjen e Angela Nazifllarit, kjo plagë mban emrin e një vajze, një nëne, një mbese që prej 2 vitesh është dukur pa lënë gjurmë. Që nga janari i vitit 2023, Angela humbi çdo kontakt me familjen pasi kishte kaluar në territorin e Serbisë. Telefonata e fundit ishte e shkurtër, e tensionuar dhe e mbushur me pasiguri, që prej asaj nate telefoni i saj nuk është hapur më. Në studio ishte gjyshja e saj, Drita Fetaj, gruaja që jo vetëm e rriti Angelën, por dhe sot mban bisupe peshën më të rëndë, rritjen e 3 fëmijëve të saj të mitur, të kthyer papritur në shtëpi nga njerëz të panjohur. Çfarë moshe e martove mbesën? Jo se e martova unë, ra dashni vetë, ajo e mori vetë. Ishte 3-14 vjeç, 15 vjeç. Ky arriti shko u martu, mori, nuk e di, ani. Burri e tradhoi Angelën. Po, pra, po. E kjo u detyru, mori një kosovar. Por Ai Angela... kosovari tash e mori, edhe e çojnë Serbi. Kala mojt për gjithë notën i ka sjellë këtej pastaj. Si solli fëmijët? Me shofera se një fare. Një histori që nuk është thjesht dukje, por një zinxhir dhimbje që vazhdon çdo ditë brenda këtyre mureve. 3 fëmijë që rriten me mungesën e nënës, me pyetje që askush nuk di t'ju jap përgjigje. Mami më ka marrë madhe shumë, ktheu në shtëpi, se vllai të shtëpia po qajnë për ty. Pse nuk vjen të ne? Kush të pengon? Nuk të ka marrë madhe për mu? Mami të dua shumë, nuk të ta harroj kur. Një fjali e thjesht, por që mbar gjithë peshën një fëmijërie të koputur për gjysmë. Sot kjo histori rikthehet në studio për të kërkuar sërish përgjigje. Ku ndodhet Angela Nazifllari? A është ajo e lirë? Dhe pse pas 2 vitesh askush nuk ka dhënë asnjë shenjë për fatin e saj? Kjo është historia e Angela Nazifllarit, e cila u trajtua vetëm përpara disa ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe Drita kërkoi ndihmë të gjithë qytetarëve që mund ta ndihmonin, por i bëri dhe një thirrje mbesës së saj, por ishte edhe i biri i cili i bëri një mesazh nënës. Tani ta themi publikisht që Angela u gjet? Po, faleminderit. Dhe mua sinqerisht dua të të përqafoj, dhe unë u lumturova shumë për kur Zotin. fal emisionit Pa Gjurmë, Angela u gjet, është shëndoshë mirë, dhe ky është lajmi më i mirë që ne do përcjellnim ditën e sotme, që kjo nën është shëndoshë mirë. Atëherë do të dëgjoj ty Drita, çfarë ndodhi pas emisionit? Jo, mori vllajën e vet në ke Facebooku, se nona s'ka Facebook. Nëpërmjet Messengerit, po? Foli me të vllajën. Osa me ti tha, ma hiqa te o vlla se ma vje zor, tha, se e kanë Pra parë. Angela e ka parë emisionin? Po, e ka parë. Po ti vetë fole me Angelën? Po, kom fol. Po më trego pak çfarë të tha. None jam mirë, për mu mos u mërzit, jam mirë, jo, nuk je mirë, thash, ke lonë 3 kalamoj këtu. Po të kërkoni, thash, ktheu. Ku ishte, në Serbi? Në Serbi. Ishte së bashku me partnerin e saj? Po, doli edhe ai doli aty. A, ke folur dhe me edhe partnerin? Thash, pse nuk e sjellë çun? Pse se le thash të flasi me ne? Jo, tha, nuk i dim numra se i kina harru me zi, kina gjetë Sametin, tha, me fol, tha. Ke Facebooku, dhe me thonë i Sametit.
Por vetë Angela, kur e pyete që 3 vite nuk më kontaktove, Po, pra i thash. çfarë të tha? Tha, none nuk e disha numrin, tha. Kom marru. Por mirë, nëpërmjet Messengerit, emër, mbiemër, ai mund ta gjente vllajin e saj. Po, vllajin e gjeti ajo tashi. Pasi pa emisioni. Po, po. Sepse ajo mund ta bënte këtë gjë dhe më herët. Po, pra pëse boni, pra, ha. Por me fëmijët e saj ka folur? Jo, me fëmijët, jo, po Noelin e kishe pik dobët. Unë do vitha, se do vi do të bëj pasaportën. Mua më ka prekur shumë Noeli. E Noeli i qanë për atë qunin e vogël ma shumë, për të vlajnë. ka ardhur në ambientet e Report TV dhe ai mesazh që përsolli për nënën, mua më prekur shumë që i bëri thirrje. E kishte parë të birin e saj? E do të shumë nënën e vet. E kishte parë Angela të birin kur i bëri thirrje mesazh që nën të lutem ktheu? Po, pra, i kishte pa, jo, gjitha. Po çfarë tha për fëmijët? Jo, tha, me që rri Noeli, thash ke baba vetë. Me vlezit e vetë rri o birë. Pra ajo nuk ishte asnjë informacion ku jetoni fëmijët e saj. Jo, nuk e dinte fare. Ti tregove që I tregova që rrin ke gjyshja vetë, ke baba vetë. Ati rrin, i thashon. Por besoj e kishte marrë malli për fëmijët. Po, për Noelin ma shumë, e ka pik dobët Noelin. Qunin e madhë. Por i kërkoj fëmijët, fliste? Po, kush i man ato, i man tash, ajo vjera jote, që ke pas ish vjera jote. Do vi unë, tha, do t'i takoj, tha. Por djalin e vogël që mbante, mirë e kishte? Mirë. Mirë, tha. Pra, ka premtuar që do vi në Shqipëri. Do vi, tha, t'i takoj kalamoj, bëj dhe pasaportën, që s'kam pasaport, që t'kaloj, tha. Por do më tërgosh pak, ju a komunikove fëmijëve që Ja, nëna mori, thash, sepse Noeli. ai çdo ditë shikonte emisionin dhe besonte që një ditë do dëgjonte një lajm për nënën. Dhe ke qenë ti e para që i ke thënë që nëna mori në telefon. Çfarë tha Noeli? Tha Noeli që shqyqyr që është gjallë nona ime. Unë e disha të vdekur, tha nonon time. Mendonte më të keqen e mundshme një fëmijë. Shqyqyr që morë ma berë, nonë e thoshtë. U lumturua. Ta shi u gëzua i jashtë mazë. Por ti je i qetë të paktën? Shumë. Shumë. Unë uroj dhe shpresoj që mos t'i humbisni më kontaktet. Inshallah jo më. Se folë ma të vlajnë. Me vlajnë e saj. Po. Dhe uroj që ajo të kthehet sa më shpejt në Shqipëri. Faleminderit, unë s'kam se si ta thema. Nuk e di si ta shpjegoj o birë. Për ty. Të falenderoj, edhe unë për besimin që patet tek ne, dhe unë falenderoj ekranin e Report TV, sepse fal ekranit e Report TV, një emision që ndiqet masivisht kudo, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar dhe në kohë reale, le të themi vetë personat që janë të humbur, që nuk kontaktojnë për shumë arsye me familjarët në Shqipëri, vetë shikojnë programin dhe vetë kontaktojnë. Por unë uroj që Angela të ndërgjegjësohet pak për ata 3 fëmijë që qajnë çdo ditë për të. Dhe uroj që ajo të bashkohet me ta, t'i marri me vete, të gjej një kompromis me ish burrin, sepse ata fëmijë kanë nevojë për nënën. Ka nevojë për nënën. Si nona nuk ka mo. Ne jemi me mosh ku vjen ai di thof më non. Ku ka si nona? Po edhe ti s'ka marr malli që ta përqafosh. Shumë. Të premtoj që do vi këtë vit? Po inshallah, ashtu tha do vi, tha të bëj pasaportën. Ishte bërë nën sërish, kishte sjellë një jetë fëmijë me partnerin e ri? Nuk më tha që jam bo me fëmijë, po qunin ma tregoj se ishte në gjumë. Por, kur fole me partnerin e Angelës, ky shqiptar nga Kosova, çfarë të tha? Jo, është mirë, mos u mërzitni, jo këte, janë. Qarta, e mund të jetë shumë mirë, por nuk ka logjik që një nën mos kontaktoj fëmijët e saj për 3 vite. Në ajo ishe dobësu pak. Ati e pe dhe në kamerë, ajo të mori me kamerë. E ke parë, jetë shmallur. Po. Ishte dobësuar? E është dobësu pak. Dobësu të shi, sa vashtë kalamojt 3 fëmijë këte. Por e rëndësishme është që zemra jote tashmë është e qetë, sepse ti e ke rritur vetë Angelën. Po, unë i kam rritë të 2, motre vlla, për zotë. Se nëna ju vdiq, dhe i ke rritur, dhe atat kanë rritur ty nën. Për faqet bardhë. Por fatkesish është larguar nga kjo jetë. Po. Por baba i tyre, djali jot, a i ka folur me të bijen? I ka thonë kyçuni se punojnë bashkë ato. Babe birë, po. Edhe i tha këshu tha. Angela tha, ka fol me nonën, tha, ka fol edhe me mu. Shqyr, tha, që u përmen, Angela, tha. Që është mirë. gjallë. Po, për zotin.
por uroj që mos t'i shkëputësh më kontaktet. Më vjen mirë që ne ka i që aty së është turp. Në fakt është shumë njerëz, unë dua ta them publikisht, shumë njerëz që trajtojnë në studion e emisionit pa gjurmë, këto janë gabime fatale që ata bëjnë, që s'kontaktojnë dhe detyrojnë prindrit, familjarët të vinë në këtë studio. Qa turpi është? Ja ku doli, e shikon ti, që ajo kështë e disë ta merte fare neve. Pse, do ishte e arruar. Por ajo nuk ndjet mirë që fotoa e saj ka dalë në ekran, por ky emision u dha në transmetim dhe nuk gjëbohet më. Faleminderit shumë. Por e rëndësishme është, le ta lëm foton e Angjelës, e rëndësishme është që ti ja ke dëgjuar zërin, ajo të ka premtuar që do vi dhe uroj me zemër që ajo të bashkohet me fëmijët e saj dhe ti jetë e lumtur. Shtu është. Mirë, ne emisionin tonë e mbarua me sukses. E quam deri në fund dhe ne nuk do vazhdojmë me historinë e Angjelës, uroj që ajo të më shkruaj dhe të flasi privatisht me mua. Falenderoj që të pata sot në studio, e more guximin të vije dhe të na jepje këtë lajm, ta ndaje me publikun, jemi të lumtur, të përshëndes dhe të uroj më të mirat. Si gjyshja e Angjelës. Për zotin. Mirë të dashurmish, Faleminderit. do qëndrosh aty, të bëjmë mbylljen dhe unë do të përcjell. Mirë të dashurmish, kemi ardhur në fund edhe për mezitën e sotme, me një mision të kryer me sukses, ku Angjela pa veten në transmetim dhe pas 3 viteve humbur e kontaktoi gjyshen dhe uroj mos të ndahet më. Ne bashkë do të takojmë sërish nesër live, mos harroni, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.